Unë nuk flas vetëm anglisht, flas edhe gjuhë tjetër të huaj, po më mirë se shqipe nuk flas asnjë gjuhë. Edhe flas shqip, flas troç, kam fol gjithmonë si duhet për Shqipërinë dhe me Shqipërinë, dhe është e vërtet që ajo detyrë është nder i madh, po çdo detyrë këtu në kuvendin e Shqipërisë është po ashtu nder i madh. Kështu që jam e qartë, jam e qetë, e vetmja gjë për cilën më vjen keq është që largimin e paralajmëroi Sali Berisha në sallën e kuvendit dhe jo ndonjë tjetër. Vetëm për këtë jam e habitur që i doli fjala, për asgjë tjetër. Okej, atëherë zoti Sali Berisha ka fjalën. Eliza, je viktima më paransishme e lubisë dhe më e merituara në një kohë kur syt e shqiptarëve drejtoshin drejt asaj sikur t'ishte korbe e zezë, në fakt aty afër është, ti na vije si nuse këtu, e veshur me të bardha, me të gjitha aksesoret, po pse qa kujton ti se barhan të lubia? Ndaj dhe se ke nga Sali Berisha, jo, e ke nga vetja jote, se jo që se mbroje, po për kudrazi, gëzoheshe se tani do bëheshe ti zëvendës kryeministre, nuk ta prishte mendja se ishte kjo tjetra, kloni lubis, ja ku e ke klonin, e ti ke probleme të mëdha në shkenca, kjo është kloni, ndaj dhe nuk e ke nga Sali Berisha atë, se për Sali Berishën, Edi Rama të lartëson të një lloj si këte, si të lartësoj këte klonin e lubis, po e ke nga vetja jote, se more përpjet ti këtani, iku lubia, theja, edhe të gjithë këta shifri, unë do jem lubia ju thoshte kjo, edhe këta, të dhanë atë që meritove. Zonja Spiropali për replik. Si shte replike është procedurë, një minutë, të lutem. Zoti Berisha, ju lutem të gjoni, ka mundësi të gjoni? Zoti Berisha e mori fjalën për procedurë dhe ishte regjistruar procedurë dhe kishte 3 minuta fjalën. Fjala ishte 3 minuta për zotin Berisha. Okej, Zonja Spiropali, replikë. I nderuar kryetar, replika ishte me deputetin Belind Këlliçi dhe jo me deputetin Sali Berisha që nuk lë radhë këtu për t'ju marrë fjalën deputetëve të tij. Ishte për Belind Këlliçin, kështu që unë tani replikën e kam me Sali Berishën dhe nuk e dia, po sigurisht shkakton një lloj emocioni caktuar që do kthehem të bëj replika me Sali Berishën. Të gjithë e kanë nga vetja, Sali. Asnjë nuk e ka nga të tjerët, të gjithë nga vetja e kanë. Unë nga vetja, ti nga vetja, të gjithë nga vetja, dhe për veten vetëm mbajmë përgjegjësi mbi këtë dhe. Kështu që ta bëjmë analizën, të shohim se ku jemi e ku ishim dhe të shohim edhe për të ardhmen. Por nëse ti bën analizën e vetës të tjerëve, që sigurisht ti s'ke asnjë përgjegjësi se ti nuk lëviz dot më një gur, jo të lëvizësh njerëz nga qeveria apo vetë qeverinë, por vetja është ajo që na sjell ku jemi dhe vetëm për veten mbajmë përgjegjësi. Për të tjerat mbajnë përgjegjësi ata që i bëjnë. Faleminderit.